gjitha. Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me përgatit këso rolle që bëhen sikur Zimtschnecken këtu në Gjermani i thojnë, tepër të shishme që mas shumë të në bekaraj i blejnë, ka edhe në marketë ushqimore, po në bekaraj kështu i shesin shumë shtrajt. Krejt që ka jo nevojitën prej përbarzve janë Blumhoser që është bleta taj këtu në Gjermani, e gjeni pra, ne ose dy copa i merrni, sa doni me përgatit është varet krejt sa antarët familjes jeni. Përgatitjen tjetër që bojna sikur sos i ëmbël për me lyj janë 120 gram buter për ndryshe gjalp, 100 gram me mjolt. Në anën tjetër i përzina 3 lugë të gjellës kanel për ndryshe cimt në Gjermani, edhe 100 gram me sheqer. Buterin e qesim në një tigan të vogël, sepse duhet me shkri së bashku me mjoltën dyat bashku. Edhe shtojnë atash mjoltën, edhe qesim në shporet pra për mbi plotë, deri sa të shkrihet buteri, përzina mjoltën me buterin. Në pjatën tjetër e përzina kanelen për ndryshe cimt me sheqerin. Furrën e lëshojnë atash me unze, temperaturën 180 gradë. E përzina pra mjoltën së bashku me buterin deri sa të shkrihet. Unë i përgatiti këtu edhe brumin vet, një ditë ku me postu edhe vetëm kur të e përgatiti brumin vet, por një ide kur sidomos të në Gjermani a kanë ditëlindje fëmija ose na i fes gjithmonë thojnë me pru diçka. Edhe nuk kanë qef kështu me shlag, por kanë qef kështu ma terta. Pra ideale është të përgatit kur nuk keni shumë kohë edhe të shpejta si për shkollë, si për kopsht të fëmijëve, si për vete kur të keni me mësafirë. E përzina deri sa të shkrihet buteri, në anën tjetër i kom lytë psijat, kështu për ma fincë me buter, furrën e kom shumë temperaturën 180 gradë më nxej. Mbasi është shkri gati krejt buterit, tash e nollim shporetin, s'kem nevojë ma shumë, këta veç u shkri, edhe vazhdojna me brumin tash. Tash e morim brumin, mbasi u shkri edhe buteri, edhe qesim mirë tek terasa e kuzhinës, e lyna tash petën me gjalpën edhe me mjoltën, mirë. Tash e morim kanelen me sheqerin edhe qesim për mi. Morim bismillah petën edhe e mshtjellim sikur pitën rrothanike. Furra është nxehur, kemi hazër, veç i ndajnë atash format me thik, i qesim në tepsit ma finca që kemi lynë me gjallë, format edhe me njëherë i lyna përmi me gjallëpën edhe me mjoltën prap, me njëherë në furë i fusim, temperaturë 180 gradë. 12 forma i kam, 12 copa prap e ndajna brumin. Ju mundeni me ble 2 bruma shembull nëse jeni antar ma shumë familjes, ka lidhje. Edhe tash e renditim format. Për mi prap lyhen me mjoltën edhe me buterin, e lyna për mi pra me mjolt edhe me buter.
tjetër. Edhe me njëherë fusim tepsijat, dyjat e nxanë, sani tepsije shporet e drymës, dyjat bashkë po janë. Njëherë në furrë. I kemi hekur tepsijat prej furre, pra në temperaturën 180 gradë për 15 minuta i kemi pjek. Tash e lojna pak me uftof edhe e qesim në një pjatë tjetër. Veç aroma aty nëse lemo mi hangër, mu për vete, tash po foli për vete, s'di tash për tjot ajo pëlqen kanela ju, super të shishme bohen, për mi mundeni mi qitë sheqer pluhur. Ju knoqen, shpejt, mirë, shishme edhe që dëni tjetër. Kur s'keni një ide që ka me përgadit. Ja kemi qitë pra pak sheqer pluhur, edhe neve, bismillah, na befshin mirë, juve po ashtu nëse i provoni. Faleminderit për krajin që ma beni, komentet të bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pofshim.